Përshëndetje. E ftuara në Amorfati sot është një person që vërtet dallohet. Jo vetëm për paraqitjen e saj unike dhe prezencën mbretërëse, por edhe për anën e saj njerëzore që ajo e ka. Ajo është një influencere që e ka ndërtuar platformën e saj me inteligjencë dhe vetbesim. Përtej estetikës dhe kreativitetit, ajo sjell një substancë të thellë, sjell ideja të menduara mirë e të artikuluara dhe kur nuk ka frikë të shprehë këndvështrimin e saj. Përveç kësaj, ajo është edhe një bashkëshorte e përkushtuar dhe një person shumë i lidhur me familjen e saj, gjë që i shton edhe një shtresë të bukur personalitetit të saj. Në episodin e sotëm do të flasim për rrugtimin e saj, për mënyrën se si mendon, realitetin pas botës së influencës dhe çfarë do të thotë të qëndrosh me këmbë në tokë ndërsa je në qendër të vëmendjes. Ajo është Sparta Bojniku. Spart. Hi. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. A të pëlqej kjo introduction? Me të drejtën ka shumë më përkon të fulla se ajo më nëse kjo. Thanks, faleminderit shumë e vlerësoj. Edhe mendoj që ne duhet m'ia thoni një tjetrit më shumë se sa që ja thojmë zakonisht. Edhe mendoj që kemi pak problem që ta m'ia pranu tjetrit që po ne më vlen edhe është i kompletuar. Po mendoj edhe unë si the, edhe unë nuk e kam shumë shprehi çto, veç po mendoj se do të më bëj shprehi. Se është shumë e këndshme dhe janë 3 ditë ndikojnë opera. E vërtet, me pak fjalë kanë herë mund të shme janë ditën. E ç'është po një është tash në këtë moment? Në këtë moment po nina shumë mirë, veç nuk e di a ja kommunalizonin telefonit tem. S'ka dert, se këtu jena shumë free. Okay, edhe nëse të bën telefoni mund është më çu me marrë dhe s'ka lidhje, se jena muhabet. Si të shtëpia niu sa më lirë. Super. Në Amorfati na zakonisht bojna një farë rrugtimi të jetës. Kështu që unë po du me busat një rrugtim të sportës, që ndoshta shumë pak njerëz e kanë po, edhe me ta sjell një anë tjetër të sportës. Okej, hajde të shohim. Sporta më ka thonë që nuk jam shumë emocionale, edhe nuk prekna shumë lehtë, kështu që mos po kam qenë me të prek, po du me shku me një anë tjetër të sportës. Pyetjen e parë që du me ta bëj është në pjesën e familjesë së sportës. Kur mendon për fëmijërinë, cili është ai kujtim që ndoshta të mbush me mall? Okej. Ndoshta është kryesisht pjesa e gjyshit kur e kam pas në shtëpi. Okej. Me thonë, na jena kom shumë të lidhur me gjyshin, edhe çajo është të qysh që unë e kënaqna kur e menaj. Okej. A ka ndonjë histori të vogël që mundesh me kujtu me gjyshin? Na kena shku, aty nuk ka pas atëherë shumë sene që kena mujtë me bugë. Kena lujtë të sene, na kena shku gjithë me blejnë bugë me të dëqysh. Edhe tani kena bo laf, ka i në artë, ka i në shku. Nërdonë që ajo është, tani unë si kom pas shumë vjetë kër ka ndru jetë gjyshin. Kjo ka një eksperiencë si kur unë me gjyshin tam, edhe na kemi jetu në Malzi, një ku, edhe në qatë ku e maj men pak gjyshin, edhe aje ka pas një zanat, le të themin, me nxes, me hungër shumë herët, edhe me hungër boston, rrosh, djath, edhe me që ato u që dhe ka thonë, qika jam dush mi përzi krejt, edhe ajo kun personi parë që më ka mësu nështë ta me shkru. Kështu që qëto momente i kujtoj me shumë nostalgji që po thu, se një me gjyshit gjithmonë ta kap dorën, hajtë shkojnë hajtë blejna buk, ose hajtë shkojnë blejmë diçka, edhe jam sa në tjeshta, kështu që s'ki nevojë nështë ta për diçka komedi të madhe me kujtu. Ma kujtova dhe një sen, se tash lafin, zirë lafin. Une jam rrit me hallën, halla u kun pa martu që atëherë kërna jena kun të grow up ashtu, edhe halla gjithmonë na ka bu neve si fëmijë me besu që babadim ekziston. Edhe na gjithë kena menu që ekziston. Pse? Se do më thënë sa herë jena qu në mëngjes kër u kuon që ke periuda e dim dhe vitit 3, jena qu me ka një dhurat të kryt, edhe gjithë kena menu që na ka pru babadim. Sa mirë. Edhe halla ka flajt ashtu ma shumë me neve sene, edhe gjithmonë pralla na ka kallzu. E ashtu gjithë i thëmë mënyra që shtë na ke kallzu prallët, tani neve na ka bu shumë fëmi që kena imaginu shumë, kreativ, imaginativ. Që kjo është nashta dhe një pjesë shumë e bukur e fëminis. Pas ka pas influencë mirë, halla. A keni jetur në një familje të madhe bashk? Po na kena jetu me gjyshin, gjysha ka vdek nëjse shumë herët, unë kom pas 2 vjetë. Edhe halla ka jetu me neve deri me një periudhë kërë ma të isa martu, ama po krejt bashkë në shpe kena jetu. Pak një pastori interesant, si të ngjajshme. Për me? Na kena jetu krejt bashkë. A e ka lezet e vre. Vallajnë po. Shumë është konë lezet, jena konë 12 fëmijë, 4 aqë. Wow! Do më thonë, jo veç për mami tem, po 4 aqë krejt të po, edhe 2 hallat e mija.
gjyshja Ketin ako me një shtëpi të madhe, edhe u kon koha ma e mirë që më thoni jetës tame, kështu që po të kuptoj që është një periudhë shumë e mirë. E a ki pas ndonjë kohë në familje që ndi e padukshme? Po, kur jam konë shkollë fillore, që atëherë për një me jem një shumë e padukshme, edhe e këm pas një klasë që ka pas edhe bullies, edhe për shembull unë kur në shkollë nuk i kom lëshu flokët. Adin që i kom drejta këtë kanë menu që unë drejta i kom flokët të së najsen, se të më thonë si hesha në klasë me ngrashe në flokët. Oh my God. Edhe gjithë i kom ojtë lidhë. Dëshysh qatë pjesë tjetës, heq nuk e kujtoj mirë edhe kur folet për bullies, adin kjo për mu në ashtë shumë sen i vogël, po në di shumë ka bu mu një, adin, e kur folet për bullies e për sene, dëshysh tani më përfshin, adin, jo, adin pëse me leju me ndodhë që kësë sen, ose ma mirë të shfrytësoj platformën, me folë për qëtë sen, ose mundohen atë pak dhe në diçka me bu. Në fakt, nuk mendoj që është sen i vogël se ti e fëmijë dhe çdo sen dikon masivisht si kur i e fëmijë, kështu që shumë mirë që e përdor platformën tonë me fol për këto gjëra, jo vetëm për beauty stuff ose çfarë dione që ndoshta shumica janë sot. Unë mendoj që jo rastësisht e mrin dikon, ose vjen që kjo, po më pa lidhje me thëmë fama, po që kjo recognition, edhe jo rastësisht ndodhin çdo sen, tash për shembull, unë gjithë e marr si një mesazh ose një diçka, okay, unë kam çto dhe më me bëj çto, dëshyr mendoj që është si një nuk pe gjej fjalën adekuate, veç një diçka që ndoshta ke pas fat me pas ose shumë të ndihmu të tjerët. Edhe nuk vjen pa një arsye, ndoshta tek i me diçka me kallëzu. Po, që mundesh me një mu shumë njerëz të tjerë, pse mos më përdor. Fix. Po të kuptoj. Po kupton, a? Po U lidhëm Bluetooth. A ki pas frikë diçka kur ke qenë e vogël? Cila ka qenë frika më e madhe? O zot, unë jam kun shumë më duhet edhe si fëmijë, jam kun shumë overthinker. Okej. Tash kur kanë shku mami babi me ble diçka ose janë shku me nej dikon ose nejse, nëse ata janë vënu pak më shumë se sa që kam vënu. Që janë vënu. Kam në që ka dek, ose nej, aksident ka ndodhë sen edhe ashtu bishë sëllë, që shpe e mojnë venë vitës, ani ikni, e këshësha, e ta tërë se nga pas telefon, a mi thirë, një telefon në shpi se kena pas, në do të krejt e kam pas, edhe, po tash mi thirë, qysh mi thirë, e qëto e kum pas ashtu pak si fobi, edhe më duhet hala, ka njerë që tash e kam adin kur së më përgjishën shpejt në telefon ose diçka, thëm, hej, adin më su po diçka, shumë zdi një farë. A i kona si personi që shku i këmar erë teshave të me se mos po ike? Qëto se kom po? Adim se po të thëmë se arte, mutran, ajo konë që shto, cringy. Edhe ke kur mami babi zveshin, ajo konë, ka thonë, mam, se ka parë që së përgjigja ka njës me kajt, është shku i ka marrë erë tesha, edhe se ka minu që ka ndodhë diqka. Kështu që kjo, nështë e kanë shumë fëmijë që tutën për i prindve mos për lujnë, mos për ndodhë diqka. Po, ja. Nuk e di pse është, kështu se kom menu kur pse ka ndodhë, po veç e di që e kom pasë kështu si frikë pak atë, mos nuk po më kthejëm prindrit. Nëse e kështë përqafu sot vajzën e vogël sportin, qëka i kështë thonë? Mos u streso. Ose do një ku njeri ma i stresavt kështë në tokë. Kër e kom njoftë partnerin tem, që atëherë ja ka njës pak më hek stresin dokët. Më thonë, jem konë asë tipit që jem stresu një vjerësh me pas me thonë, unë jem stresu shumë, apëdhen. Edhe, veç sti që të mvetësh mësiklet. Tash për shambull kër e menoj edhe në shkollë, sa jem stresu për mësime, për kësi, në ashtë edhe që fëmija ma i madhë, që tash... Do me thonë, sporta është një person që ka qef këtë sa me pas në kontrol. Fatkeqësisht. Edhe kjo nështë ata si e të stresin. Po, shqare. Si njerëz na nuk mundëm këtë sa me pas në kontrol. Jo, është gabim. është gabim. Nuk mundeni, nuk keni nevojë pas këtë sa në kontrol. Po du me dojtë pak të shkolla. Çfarë raporti ki pas me shkollën? Unë jem konë asë fëmijë që du me pas këtë peshe, adin, edhe u du me mësu. Normal, se control freak, ti do është i pas këtë sanën në vi. Edhe, do me thonë gjithë tim konë e fëmija që kam su shumë, pak nerdi, pak asis që s'më me flejt nëse kam e shku në shkollë nesër kam u pyt, ose për shambull ku një test, unë nashtë e këtë jem njërësi dhe sa uarë teste, për me bu testin, edhe nuk është që i kam pas prind shumë strikt. Po, sa jem ku në shkollë fillore, po mas në ju, sa që i kam pas, të dërë, po unë vetë që si personi. personi. Po edhe është okej.
fundit. Jo, s'është bash okej, nuk është Se jo mirë me me konë kon- qështu, se ti për shembull një ndolon do sene që ty nështë nuk ta dën, edhe ti pe forcirot vetën me mësu pse. Po dhe po S'do me koni mirë këtë senet. jena rrit në një farë mënyre në qëtë era që ti Fix. nuk ki nevojë më su këtha në shpi pa pethshe, ose mi pas kejt pethshe, se ty ta kanë qa që kanë ditë. A din që shkolla është ma rëndësishme. Edhe, okej, është shumë rëndësishme, po kur s'ta do një landë është kitë okej, nuk ki nevojë me stres e tal. Po Po kjo, është çton është ja kësha thonë vetës, a veten që stop stressing, se gjithë shka ka më bu shumë mirë, edhe ma mirë se sa që e ke paramenu në jarë njëtë, a din? po. Unë për shembull si fëmijë, kur njëtë nuk e kisha paramenu që sportën që jem qëtash. S'kisha mujt me paramenu, a din? Edhe qëtash, ka njëherë, pak para vitit 3 që ka, do më thonë, ase resolutions, kër i kësyrë që ke bot, ashtu, o zëtë, që pas kanë dolla, dhe në rejtë që mund të i vrejtë. Kejtë nuk kanë kalu për aftyrë, se kejtë diçka tjetër. Yeah. Po, a din që thojnë nëse dënë me shti zotin me kesh, kalzoja planet e tua. Because sometimes ko kejtë planet tjera, dhe ti munohesh, stresohesh, edhe diçka që nuk funksionon, ka njëherë ndoshta zoti e dim se s'ka funksionon. Është për ma mirë. Edhe ta qenë një dirë tjetër, të pritë se ti mundesh ndoshta me menaxhu qëtë Qësoj besoj fuqishëm, do me thonë që të besoj fuqishëm, që edhe kur së ndodhë diçka, nuk o të ndodhë për një arsye. Tash e kam durimin 100%, nuk e kam. Me prit pse s'ka ndodhë. Po nashta edhe që tani të mësën me të shtu edhe durimi, edhe aden, me pas një farë, me të nëvish pak më nalës, si ti ketë në kontrol që pësu të keshi me plane pak. Po, e në qka ke qenë e dalume në shkollë? Gjuhët mi ka dosht shumë, numrat mi ka dosht gjithë shumë, historisë më ka dosht kur, edhe pse emrin e kom vetë me historie me këse. Po, shumë e emrin e bukur. Do me thonë, nuk, adi mi majtë menë se dhe në do të kanë do të shke luftë, ato s'mi ka dosht kur. Kushtë ka kalon emrin? Babi. A ka pas nëj arsyet për pas historisë? Nëse s'ga bëj, vizë që ka pëlqy kështu shumë, jenë kun 3-4 emra në tavëlin, mami e ka ngre dhe ka dojtë sportën. Për një me, ha? Nice, ani se pas kanë mendu shumë, se sot japin shumë edhe kuptim se cilit emën, ose nuk do me thonë që nështë do me pas gjithë një kuptim të madhë. Po, për mu e ka bëllë kuptimin, atë në shkiftarak. Po ti edhe bën vetë. A mënon që qëndrën me qitë emnin, sporta? Po, shumë. Sporta luftarake. Shumë. Ma shumë sa që do të kanë e po. Për njerëzit që e njohin sportën dhe për njerëzit që se njohin sportën, qka të lidh me motora? Kër jam kun fëmi, do me thonë, na, këtë oborën e kena pas full motora, janë kun tagjës, që ato jena 3 shtëpia bashkë. Edhe tash babi jam, kër na ka marrë me bë aktivitete me babin, apëte nuk është si na ka qenë me ongën në bëlltorë, na i senë, ose diçka se më me kif, po na ka qenë garë me ka pas motora. Okej, anë pëse bësh në edhe jena shku mi këshyrë me të, mas ne kere motora, na ka marrë, ka po drifta me neve, e si sene tani mu gjithmonë, ka pëlqy edhe vetë që ajo ndjesia, din. Për shembull, unë jam kun fëmijë kur e këm ka babin, kështu për masë në motor, edhe tani normal që edhe tash kur jem rrit e këm pas ndjenjen që është super freedom bre, edhe së në jasë një aspekt gëndi këmina ndjenjen, kur jenë të veç i e lirë edhe të kur gjës me nënë shpshien mendimet krejt. Do me thonë ti e vëgjit një motor shumë profi. Po, fëqeshëm, po. Fëqeshëm. Edhe a ndodh shpesh që e merr motorin edhe ik prej realitetit? Nashta nuk e di, nuk e shfrytëzoj shumë motorin me ik për realitetit. E shfrytëzoj motorin për me dalë më kënaqë dhe me marrë një ndjesi, një farë freedom, një ndjesi të freedom. Ose të liri. S'inspiron? Nashta t'jep pak freedom të Ma jap një ndjenjë që unë e kam shumë nevojë me pas, se që po thuti kur i ki shumë sa në kontrol, për shembull aty do të shumë më koncentru se një gabim ma i vogël ta me rjetën. Kështu që ajo tani mu për shembull mu më qetëson se unë s'po di nuk don me pas në e fatkeqësi prej diçkave që... Unë në motor nuk hypja as kur jem nervoz, as kur jem keq, as me dal me kry punë, që aty zakonisht e hanë. Kur je të dal me kry punë, kur gutesh, kështu që motorin e shfrytëzoj, se unë e di që më presin dy prind shumë të mirë në shtëpi, e di që më pret partneri, familja, kështu që e shfrytëzoj me dal më kënaq për vete, edhe në momente të mira. Po, në momente të mira, dhe çashtu duhet edhe me kujtu, tash nesër mas nesër nështë kur do që po t'i bona shumë familjare, nështë ta më nuk më bjenë me vëzit, kam qef që ato kohës që e kom vëzit,
mi kujtu për mirë. Jam knosh, nuk jam dalë me hek menën nëse mi realitetit. S'po kam qef që ashtu me majt menë. Po, okej. A ka pas diçka që njerëzit kanë thonë, ose familjarët, ose partneri, like, nalu, se s'është diçka e mirë për ty? Ose të kanë paragjyku, ose për që të punën e motorës, se nuk është diçka zakonshme që femrat në fakt mi dosht, i dojnë motorat, po jo mi vëzit vetë, po like me vëzit dikush zakonisht, ose s'kam pas mundësi me mësu, ose fatin sikur ti që kam mësu babi. Mos më kam mësu babi, unë unë e kam mësu në autoshkollë motore. Okej. Po, veç që jem kohën me ta, dhe unë s'kom ditë për shambull qysh me qitë parën, ose nëjë heq kur gjo, veç që jem kohën që pëthute mas. Veç dashnin të ka për motorat babi. Edhe, s'po di, jo s'm kanë thonë, se mami ka ditë, për shambull, mami me babin vetë kanë cruise me motora, dhe ne kanë ditë fix qysh është ndjenja. Edhe, kërë më veshën mu të shkolla, mami e babi me motora, atëherë për një men nuk ka pas heq, qyshtu motorista këta moja në konë, shumë u vrej, adin shumë beshin sy, mu më veke marrë që më kanë orë të shkolla me motorë. Pasha zotin. Po më do kënë prindë të tu te për kur, ka dosh për atë vakt, stash që pëmenoj, për atë vakt, shumë cool, po më veke marrë atë që tash këtë pishojmë, pëse po pina, vetëm të më ka bicikletë. Ajo, stash, së më ka thonë kërkosh pëse mos veç rruje vetën, mami më ka bu mi premtu që s'dal kur jam nervoz, se unë di mu bu këgja shpejt nervoz, që veç nuk dal kur jam nervoz me motorë. E partneri? A din aj me vozit motorin? Aj din me vozit, po nuk ka motor të vetin që a din nuk është marakli. Tash unë e këto e ka ma shumë pi babit, nuk është që... Edhe ai veç thot lut na den sa art hyp në të dhe të kthehësh, a den ose do të më shkova ktheva të a den? A ndodh ndonjëherë që thu jump in, hajde. Po shkojna bashkë. Jo, se do të më pas personi që e ki për mas, do të më pas peshë më të vogël se ti. Okej. Ato nuk e kum bo dhe për një edhe une që një vjetë gati u bu që ja kum njës, për që nuk s'me me rreziku kërkon, s'ma mërmenja, alo. Jo, shumë mirë, se une nuk e di që është funksionon kjo, adem për që ta po thëmë veç, like, ata ndodh në herë që... Motrën e Margaritën e kam qitë njerë më rova, edhe ajo me bëjke sport, po tu na e përshë, o edhe une. Po, se përgjësi shumë e madhe, në fakt, you never know, se punë sekunda. E magi është e godo shumë e madhe se ona, dhe në edhe tani, normal, ma herë ta që ti e përdorë platformën tonë dhe për ndoshta edhe minimu tjerve. A ka full në herë sporta për anktin? Full me një emision tjetër, pak a shumë e kam përmen, anktin, panic attacks, po ju 100% me dalë, me full, me kallëzu, se di, se nështë au konë edhe rrugë të më halo për mu, edhe nuk kom ditë që shme edhe unë këshilë të tjetër kusht pa e kalu vetë. E tash, a je person që ndoshta kap ankthi ose... Po, ama shumë arall, shumë ma, adin tash jam shumë mirë jam. E qysh e menaxhen për njerëzit të cilët ndoshta mund është me jeni mu, edhe mund është me thonë diçka që ndoshta jënë të kalu momentet njëjta sikur ti. Unë veç një sen kom rri me kuptu, që dhe më thonë kur ndodhë diçka e keqe, qaj është normaliteti për qitash. Që i bjen qitash që kjo sen është normal. Apo dhe ndosh me kuptu që është normal edhe kalën. Qysh zote e mas pare nuk ti më shel ty krej dyrë, të nuk bjen diçka që s'mund është me kalu. Kështë që it takes time, po merë shumë ko, ama pa i fol vetës, këtë puna është me vetën. Atë nuk më në me ardhën e ty ardhë, me të ndimu, të ti dësh me një vetës mas pare, e unë në shtami me të shty edhe pak. A ki pas që ki kërku ndim të dikush? Jo. E ki zgjidh vetë? Vetë e këmë zgjidhë. Edhe më ka marrë shumë kohë, në ashtë ma mirë nëse kësha kërku ndim, i shkon shumë ma mirë, ama kështu më ka marrë shumë kohë, më sënë ja 2 vjetë ose 3. A ki mujtë me kuptu çka e ka shkaktu anktin të sport? Vëlla shumë herë, jo e ka njerë po, ka njerë që kjo stresi i madhë, ka njerë menimet që i ke menu shumë ma herë dhe se senes që të kanë metë ndërdije, edhe të jasë nuk e dënë që i kja aty për i kja aty, më thonë që to e në konë që ato senes që menoj që ma kanë shkaktu, apo të. A më ndonë që nëse se edhe unë për shembull kur s'm konë të psikologu, which nuk është një sen e mirë. I thom vetës, thom, okay, duna në herë me shku, duna me pa, po e kom një farë qëndrimi tjetër ndaj kësaj situate. Edhe po du me të pyet a ki dhe ti që ashtu, se like, unë për shembull menoj që unë më minimu vetës. Edhe që, edhe nëse shkoj te psikologu, dhe që më duket jo sa një keq, po thjesht e thom vetës pësa me rinjallë edhe një herë do sa në nështë që ti veç kanë kalu, edhe nështë atë s'ke heal, po thjesht
kanë kalu. Edhe e lua dhe në vetën të që kam me shku, edhe në pak e kom interesant që nuk e di a është mira o keq. Menoj që është shumë e rëndësishme me punu me vetën, Po. me fol vetës, me reflektu, me fol që ato sene që ka ndodhë në të kaluarën, me fol vetës, me fol tjerëve edhe me kon e lirë shpirtnisht. Po. A menoj që du të me shku të psikologu varësisht që shenin të vetën. Nëse te ke një vetën që ti mundesh me riprogramu trunin tënë, Po. edhe me thonë, qërën pasqyre, që kjo je ti, që kjo e personi më i rëndësishëm në jetën tonë, edhe që ti kena minimu, atëherë ti e din që tu punu me vetën, edhe e din që kimi a dal, pavarësisht pse koha zgjatet pak. Po, Ama menoj që është rëndësishme me shku te psikologu. Po, edhe unë, menoj që është rëndësishme thjesht unë se ku mua lo hapin, po që e kom qëto, se më duket A që... ke di ana pse të ka ardhur ty anxiety, angst? Unë në fakt nuk është që kom pas angst, kështu që kom luftu me angthin ose e kom pas një periudha diçka, thjesht një herë më ka ndodhur që u kon pandemi. Okay. Edhe i më kon vetë në banesë, edhe nështë ka pas shumë mendime në qatë kohë, edhe që s'dishim qa ka bëhet. So, mendimet e mija e në kon këtë është too much të ndodhë në të njëjtën kohë, edhe ti e kon vetë me një banesë, edhe më që natën, i shkon të zanat të më dalë për venit, like, s'më shumë më shfrym, edhe thash, që bo, edhe thash, qa këm, se kur flenë që ase informatat negative në stop, ti një me, akumulon, edhe dika dush trupi thot, edhe në ka dalë veç pak. Edhe di që më qu, jëm dal, e kom qelë derën e banesë dhe më ullë në prag, derës. Okay. Edhe kur jëm ullë që atë, jëm shliru krejt, më dakë që pështova, këtë bota është e jam, ja, se tash, edhe nëse des bile te lo derën qelë. Të sësh kërkosh, edhe kom qelë derën, jëm ullë në prag që atë, dhe t'ja kom njës me kesh, më sa në jetë, me vetën. Ja njësa me kesh edhe tash, it's okay. Ama a menon që kjo e kesh me është pak mekanizm mbrojtës? Që trupi kesh, për me të mbrojt ty prej... Po, mundet edhe me kohën që ashtu, po ajo ke diçka që ndodhi natyrshëm, nuk ke në kontroll teme edhe keshmja, dhe ke diçka që e ndjeva edhe merë që ashtu me kesh edhe me thonë me vetën haj, me det, adin që it's okay, është angst, edhe tani më shtini me menu që to dit, unë jam konë të marrë informata që s'kam nevoj mi marrë, edhe nesër kur jam qu, unë e pikturaj, për shembull. Oh, wow, okay. Edhe ja kom njësë këma libra, kom ledzu, ja kom njësë më fokusu në sane tjera, ja kom njësë më pikturu, edhe koha pandemisë më ka shku tani këtë qetë. Edhe thash, okej, do me thonë, e riprogramova vetën, edhe se e pash që u ka bën një efekt shumë të keq. E menoj që njëri du të më kom pak jo i aftë, po me reflektu, le të themi, me thonë që se që kjo ka të bën keq, ose me qka ki flej që atë natë, se dhe sot të ndodhë që kësen. Jo veç pandemija, me na prunjeve zot këqijat, po edhe sot më sana shumë informata në TikTok non-stop të normal që për merë një diçka që s'ki nevoj. Të tepërt. Po që unë të tjerve, ndoshta jo të gjithë e kanë që të aftësi ndoshta me punu me veten, edhe normal që është okej me kërkundim të psikologu, që mos na keq kuptojnë që po thona ju a diçka, po thjesht më interesoj me ditë qysh e ki luftu ti, se edhe unë e kom një farë me vetën që të farë lufte. I need to do things on my own. Se edhe unë jam motra e mesit, jo ma e madhja, po që atë përgjësi e kam. A ki pas në një moment që në heshtje ke kojt, edhe për diçka që nështë ta kërkur së din? Plot garant, po edhe me shumë të menu, qa kam ujtë me konë. Nëse do në me tregu? Nëse nështë ta ka momente që të... Po, konë shumë periude e ronë. Margarita ka pas më operu prej gjunit, edhe qatë periude konë të ushtru intenzivisht për me hynë ligë parë në volejbol. Edhe taman ka shku për me ushtru të liga e parë, fizioterapistit që u konë ato i ka thonë hajde vish pak, kër e ka po, i ka thonë hej që të gu, shko kontrolloj se nuk i ki mirë. Edhe kronë edhe gunin. Edhe kër u shku i ka thonë që du me i urgentesh në përim. Edhe qa shumë u pat thy Margarita, adin, u pat shpirtnisht u pat thy shumë, tim nuk mosh po Margaritën pa energji, ose të pa, adin, kër e shesha, tani une vish shkresha të u hongër me vetën, të u shymë, të u, adin, se dyshysh nuk ka diçka që tani që ti më nësh me bo aty, së më nësh me shnoshti, abedin. Që kjo u konë tani një qasi momenti që une e këm kajt në vete, ose këm flejt keq, ose adin, në di që
qa me bo, apo Unë që përthu të me bo të shka. Do na me gjetë një zgjidhje. Besoj që Margarita më përmend mas shumë ti. Edhe po mendoj që kjo personi që ndoshta ti e lidh mas shumë në familje. Jam e lidh edhe me Vanesën edhe me Ektorin, veç që me Magin na bjen shumë ma shumë me komuniku, me nejt, me... Edhe është Magi është shumë karakter si unë. Që ata tani... Jeni lidhë edhe ma shumë. Është Magi ma e vogël, ma ti e motra ma e Magi është e trita. Magi e tre, përshëndetje Magin. Edhe mas jena te Margarita tash, Margarita ta ka shku një letër. Edhe po du me lexu une për ty në këtë moment. Ajo s'ka tregu ty që qatë ka shkruat, se më tha bile tha s'pi tregoj sportës ta, tash ma mirë, tash se ndryshë s'kena qysh me e befasu. Kështu që, po ta lexoj, shpresoj që më ta përcjell emocionin e një që ta ka shkruar ajo. Okej, e para fjalë, Motli. Kam janis. Qysh muj me përshkru me fjalë dikon që është vendi jam i sigurt. Njëri që më suporton për gjithçka në jetë, edhe motra ma e mirë në botë. Motra që u kom për mu në momentet e mia ma të mira në jetë, e specifikisht ato ma të këqija të jetës tem, në ditët ku s'ka mujt me mdal kërkush, e në ditët ku jom kohën komplet e thyme mrena. Po e shkruaj një rast që kam bet me mu edhe pse ka shumë. Në operimin tem të parë, që përmen edhe ti, e kom gati me marë komplet përgjësim për mu, instinkti yt i parë u konë që unë kam et një mu. Për ty ka pas rëndësi veç unë më konë mirë, kur gjë tjetër. Është diçka që asnjëherë në jetë s'ka me arru, se qysh jenë në gjendje me bëjë gjithçka pa mendu kur gjë tjetër veç na me konë mirë. Këshillat e tua vinë pikërisht në moment që unë kam nevojë për to, edhe nëse nuk të tregoj. Nashta nuk e them mjaftueshëm, por të dua pafundësisht. Faleminderit për mënyrën se nuk ja thoj një tjetër se që ta pungeshëm. Faleminderit për mënyrën se qysh kujdesesh për mu, mënyrën se qysh mbron ti mu, edhe mënyra se qysh beson në mu kur unë kam dyshime në vetveten. Je femna, gruaja dhe motra që unë gjithmonë kam e marrë shembull, inshallah mbri mu bu sa gjysma jote që atëherë di që kam fitu një jetë. Të vlerësoj ma shumë se sa që unë e shprehi, jam shumë krenare për motrën që e kam. Nuk je veç motra jam e madhe, je personi që unë e admiroj, personi që i besoj me këtë zemër, edhe personi që jam gjithmonë falendëruese që e kom pranë. Vazhdo me zemrën e pastër që e ki, me të mirat që i ki edhe me karakterin e fortë që e ki, edhe që nuk dorëzohesh kurrë. Jam krenare me ty sot e të jetën. Të dua ma shumë se sa që fjalët mundet me përshkru Margarita. Se ka të pru, shumë mire ka shkru. Jo, pak e pas ka të pru. A the, s'mune me të emocionu. Po dhe në fillë dhe alajle. Po shumë mirë. Na nuk, une nuk e kam atë, s'po di që me thonë, nuk i përqofi. Nuk je ekspresive. Nuk jam ekspresive, as me mamin, adin. Adin, unë jam gjani këtë mja për ta, po vish nuk ndokët, se s'di pse kam qëto, a ndokët që nëse i përqofi, ma nej më i hup, ose kur ti hupe, tani, adin mungën qaj. Përqafime. Mënu është me rujtë që nëse ikin. Më jo, anë qapë qona i ka. Që edhe mu mi mushë me latë se nuk jena të forta në qëto... E tani qaj përqafime, i tutna sa ti përqafime. Që ka me të mungu shumë. Po. E që kjo është tani qajo që adin nuk e shprehi me fjallë, po mënona komplet me vepra me shprehi, adin. Se thëmë, zdi që a thëmë alaj. Mami jam thot, zamra nuk është veç një organ që më angull thikën e qëtë gjak, për nuk kalëzën sa shumë dashni ka mrena. E ti dush me vepra, mi të regu dikuna sa shumë e dënë. Edhe nështë menoj që familja jote e kuptën personalitetin tënë edhe se ti nështë ata e din, 100%. Du, po ti nështë bën shumë për ta. Fix. Ti edhe biznesin e ke hapë për familjen tonë, për motrat e tua, për këtë me qenë bashkumë, që me mri këtë bashkë. Qa jo u konë vizioni edhe qëllimi. Është mirë që ki kësë ndjenja, se shqyqër zotë që kemi njerë që kanë halon ndjenja ka që të mira për familjen e vetë. Po, pa tjetër. Edhe kjo është shumë e bukur që e ki. Kështë që
Besoj që familja jote janë shumë të lumtur që janë të parë në këto momente që në këtë gjendje. Tregon pak më shumë për Margaritën. Unë po thë Margarita e ka karakterin komplet si temin. Adhen halo është të gjithë udhën e vetë, halo të dyja Magi ka shos për nga 20 vjetë të një pas, 21 max. Të dyja i kanë karakteret shumë të mira, po thë Magi është pak ma shumë si unë është që ata e kena pak... E kuptoni ma mirë një tjetër. Edhe qëto sene që nga kanë përcjell vitet e fundit, adhen Magi pa 2 operime, një unë ngu, mas një vitit tjetër në gjuhë. Edhe adhen nga kanë afektu mas në i shumë. Për ndryshe është, zdi shpatë, është adhen është shumë ma e gjallë se unë, është shumë ma e dashnë se unë. Edhe tani dyqysh normal që të mund unë amin krima së vetës, edhe ajo vetë ka që me ardhë dhe që me thonë, është i vetëmi njerës që më shtin me kesh shumë e zemër, adhen. Se shumë zërë më vjen me kesh, du të më konë jokes shumë të mira për me më kesh për një me, adhen. Edhe tani Magi vish i din që dhe pika kresore. E cili është një moment me prindërit e tu që e kujton edhe të prek, që thu është ma sensitive, nështë ta? Se di sa vjetë i këm pas, nështë 14, 16, se di që tu dikon. Babi pa të shku në Afganistan, me punu, edhe nuk janë konë kushtet për të shmërit që a i ka prit atje. Edhe mas neve në patro me nejtë vish me mamin në shpe, 3-4 muaj që ashtu. Edhe që në momentin kërë këthy babim, neve në leqë nga patë mungu shumë edhe nësë su patë mësu pa babin në shpe adhen. Ta në momentin kërë këthy babit të që më ka duke që këthy shumë i ftoft, edhe momentin që kom shku me për qaf, më ka zka dorën. Që shumë ka përjetu sena atja, edhe më këthy shumë me një gjendje psikologjike shumë atrona, edhe të qysh që kjo është që ajo tani që ajo periuda, nështë ka zgot, së di 2 vitit, 1 vjetë, disa u këthy në senet, qysh, jo, amin, tani babi me neve apet u konë kajtë mire senet, po që u konë ashtë shumë një periudhe shtirë pa të, e moj men pa të më shku netët së me blihars me mamin, edhe më pa të bo, që neve babi kërës nga ka prish, që nga ka të qatë dëni meni, edhe kër kina shku mas një market me mamin, ajo më bënë mu tha, po tha, mos lëp një shumë senet, se babi së këto. E kur go heket për mene që kjo fjali adhen, tani që kjo kun ashtë një... Moment që... E tash, qësh jenë prindrit? Pa i tash perfekt, edhe dyqysh nashtë dhe që i kam bu pak një mosh, nuk janë shumë vjetër, 51-2, po dyqysh jam bu shumë funny stash adhen. Dhe plesh një e kanë let down guard, ashtu se... Ti kanë lënë ty? Jo, s'ma kanë hendë kështu kërë përgjësinë për qësinë e ku marrë. Po duhet të nëzirë pak për sentimentale se... E nuk e di, tash te për mirë, tash më ledhën bujna e gare, babi është kërqa si DJ, ashtë në alëshën muzikë në shpe, na bjen mikrofona me knu, sene. Sa mirë. Të rëmni në herë. Okej. Me gjojnë. Babi u kënë DJ në vakt vetin. Sa mirë. Tash për shamu sarë kena diçka në shpe, aj normal indriz shkrejt zërimin, në alëshën muzikë, në akcena, knojna. Bravo për babin, që pas ka këtë farë shpirti. Po, është shumë, dytja shumë shiretli, adhen është shumë nice. Në i fjallë që kur ta thojnë mami, babi tash në zemë, adhen që i harën krejt kur ta thojnë që atë fjallë. Mami, kove të fundit, sidomos për menën që unë s'bëj gabi me heq, adhen edhe pidok në tepër, adhen si ajo nona që a ideali shpis që e dënë mas shumë të, po më duke që ashtu i këmë bu stash. Për ndryshe babi më not ashtu shumë me më këshilu puna e biznisit e sene, kër për të me forë për shumë me punëtore sene, qërë qëto. Babi të në kohën është në këshila moda, vëdim, ose për motor për shumë më kalëzën keqa me buqa mësë me buqështë. A ka diçka që nuk i ke thonë dhe sa dhe më ju thonë qëtash, publikisht? Veç menoj që jam tepër proud, tepër krenore për mënyrën që nga kanë rritë. Edhe mami dhe babi, di që krejt fëmija thonë janë shumë klishe, po për një me jam shumë krenore, edhe për mënyrën edhe lirin që ma kanë bënë mu edhe motrave të mija. Kërës më ka bënë mëse vesh këto,
çka aty, mos e Është bë bë këto. kështu, po. Ti ke pas lirin, edhe mendon çfarë do më bëj me të. Apo do më kesh përdor, as po don. Po. E që kjo mendoj që është shumë e rëndësishme për krejt prind m'ia dhon fëmijëve të vet, m'ia dhon sigurinë jo tutën. Jo më tut me bu diçka. Po. Mos e prek ato, mos e bën këto. Edhe në fakt fëmia veç bëhet edhe më kurioz. Edhe ndoshta që atëherë bën gabime më shumë. Fix. Atë mami për shembull, unë kam të dalë shkollë mesme, më ka ul, më ka fol, më ka bërë çëre, edhe me gjetë në ideal, kur që nuk bëhet dush me na kallëzu neve. Edhe nesër çfarë po di me ndodh me meç, shtatzon, ti dush më ardh mua me kallëzu, unë di më, jo tjetër kush. Po, e vërtet. E që kjo është tani që ajo liria, që ti nuk dën as me kesh përdor më, E vërtet. se e din që ki dy prind shumë të mirë shpe. Edhe ndoshta kur ti qesin ndoshta që këto janë normale, tani për ty nuk do këtë diçka, oh my god, e kam taku dikon, më ka ndodhur që kjo, dhe tani ti e merr si një gjë normale, dhe normal që nuk shkon ti, hej ta provoj çto se çka ka kjo, edhe pse s'duna unë me bu. Edhe puna mindset i mirë. Edhe puna e alkoolit, më më ku në klasë 9-10 nësen, na kena një shank në shtëpi që ka alkool të. Edhe gota si sene, edhe i ka marrë babi, 3-4 gota kështu, i ka thënë këtë lloj alkool, më ka u provoj çto. Nëse ti pen, çka çështu ka më bu. Nëse pen me familjen tonë është çështu. Ka me bëj gore me ty. Ka me ndodhur që kjo, edhe unë kom ditë gjithë sa me pi, sa mos me pi, apo kupton. E ke ditë veten në çfarë pika. Ama u kon që ajo guide nuk më ka bëu zguxante me prej këto. Po. Jo, pret, që kjo është kjo. Po. E për çfarë jam shumë krenuar me ta, se e di që çfarë do mënyrë tjetër që ti shkon më keq. Kështu që kjo është mënyra më e mira që. Edhe unë përgjithësoj se shumë ide e mirë. Kjo me pas edhe unë ndonjëherë kur të bëj fëmijë të mi. Edhe unë i kam dënuar se notes për prindët sfartës. Okej, po dalim te dashuria, edhe martesa. Si e ke taku burrin tënd tash që është sot, me thonë burrin se. Po, dhe që populluar. Na jemi taku, në fakt, në Instagram, unë ja kom bu këtë sen dhe në mund të shme like. Nuk e di pse, po vështë qakë, po, like. Edhe në Explore page një ditë, fitimi bëm parkour. Parkouri është sport që do më thonë bëhet me salta, mi kësi banesat. Po, e di parkour. është free running bashkë me të. Okej. Edhe u kon një video e fitës që u kon i kapt në vinç. Edhe unë se kom menu hetë që është shqiptar. Edhe që kom bo like. Ga i like të lejtë zë. Nga një like ndodhi kjo. Po dhe fix. Edhe Rocky like e u pa. Edhe mas ne na kena shku, kena full back and forth, mas ne kena vendus më taku. Tani kër na taku nështë 2-3 herë në sen. Edhe tani vish ja kena nisë me shprej pëlqime. Do me thonë, a ka qenë kështu si dashni në shikim të parë? Unë e fitën nuk e kom dit, a është tepër player, a është tepër i motën. Kur nuk më isha me dit cili është, a më fita realisht për një me kon shumë i motën, se i ka ra në ushtri, që shumë i ri, e ka kry ushtrinë dhe asha lapë pënën aty, edhe tani e kun kuptu pse e ka pas që atë side tina që kon shumë e vendosë, nëse shumë, ti s'mo ishe me butripa, se e kuptoj që qaj së ka bën hajgore. Së ka bën hajgore, vëdhe. Okej. Kur e kuptove që është the one? A ka pas në moment që e morë menë? Dhe që shumë menaj që është një qasë momente që e kupton që është the one, vëdhen. Po, veç e menaj që kur këm nina është ta ma shumë dashuri për të se në i sen, o kun kur kena dal, edhe aj për shambull e ka, që po di ka bu ushtrime, ka bu atë pasionin e vetë, mas ne ka bu mu sport, haj që ta është t'iknë diqka. Se unë e për para, dhe më thëmë para se më janis me TikTok e me Instagram, këm qitë shumë kovera. Okej. Edhe... Që se pas në ditë? Për me? Jo. Edhe më ka bu, hajt kënë diqka, e njëra që aje ka përjetu kongën që këm kënuën, më thënë, ta këpë më këpëton, a përdem pëse për sharim, për ndojmë një pasion. Për di po të kuptoj, se unë kur dikush knaqët të mi mu të kënu, për mu është një plus shumë i më. Plus? Green flag. Plus shumë i më, se më doke like, shumë nice që dikush ka që me ta një zonin, edhe në të kënu, edhe tani, po menoj nëse ke një partner, jo për publikun e gjëra, jo normal që është dijet të knatësi, po nëse partneri jëtë për një me knaqët të ti të kënu, është një... E shështë për vlerësën edhe për kuptën, që ajo që të dashni tonë që, po. A ke pas qefti më bëkën këtare? Po. Cute. Ani? Po, jem kongë shumë different me plët njerës dhe në ka pak më ushtru e sene, po dy qysh vish
kur nuk e kam marrë atë guximin, apo me ushtru teknikisht mirë me qenë, se unë nuk menoj që një këngëtar është këngëtar nëse ai s'dën me kënu live mirë. Apo Edhe dyqysh s'më as me vlerësu tani si këngëtar, pasha zotin, se unë jam rrit shumë me muzikë mirë, edhe veç nuk edhe më sheli vesh shto kur ti një tu kënu live. Po në fakt që ashtu duhet me konë, po në realiteti pak. Yes. Për shkakun të ti, më ka pëlqyer ekstrem shumë, edhe në gjyra zonit, edhe në mënyra që shkënën, edhe s'po ta them veç hajë, se për një me po ta them. Edhe më ka pëlqyer tepër shumë. Të marr shumë pozitive se te po dëshë qa muzika dhe ke ngu muzikë të mirë. Yes. Po menoj që i rrit me sane tepër old school, edhe që për një me kam pas që mund është edhe më tregu, like për shembull, me çka muzike. Unë jam rrit me rock and roll, jam rrit me jazz, me blues, me classical music. Welcome to the club. Kështu që e marr shumë se të mirë qenë këtë komentar dhe për këm ka allëzu babi për para kër u kun ajo radio që u kun Radio Star që kanë kënu veç në radio s'kan pas as spote mi pas shpëdokën as kur gjë dhe më thonë këtë zoni u vlerësu për mes radios shumë Freddie Mercury i grupi Queen dyqysh që aty ti e shë sa ka vlerë një diçka sa artistike është sa ka mu kun që e mund kohën timeless s'po di shmi nuk de kur një muzikë po është pa vdekshme që ato dyqysh mund bërë me vlerësu shumë që atë sen, edhe atë në faktit që vetë kënoj, tash unë e ma e mira nuk jam unë vetës këngëtare, nuk i thëmë, as kur njët nuk e mi thonë nëse unë nuk jam mirë teknikisht. Është një ndër talentet e tua, unë është me thonë, po, që... Kështu që veç menoj që... Muzika e mirë është shumë muzika e mirë është ditë sotit. Edhe është shumë shërrim për shpirtin, edhe është, nuk e di, paktën për mu, është se di me fillit, komplet tekstin, di me fillit muzikën, background, gjithë shka tjetër. Du ka me kënu bashkë në adio në e. Sun. A ka ndiku diçka martesa në jetën tënde për, le të themi, nga jo që ti ke qenë, edhe a ka ndryshu në njëse? Na me fitimin jena bashkë që 10 vjetë. Kështu që s'ka ndryshu shumë falderit. Nuk ka ndryshu kur gjë heq, na gjithë jena kun ashtu best friends, e kena kuptu shumë një tjetërin, Fito është tepër supportive. Edhe s'po thëmë veç hajtë, për një me po thëmë se për ndryshe me krytë të temë që kam edhe tatina që ka që dytë jena shumë alfa, s'kishë mujtë kur me bu. Po, e keni kuptu. Po, e kena kuptu edhe shumë ka ndiku ma mirë, se për shembull do sene shumë pa lidhje për cilat jena cikruadin, mo nuk cikruam për shembull alesim, s'malesim. S'ma ktheve. Nuk e shkru s'me shkru, këtu si kena, se veç vina në shpirë të ditën bohën bashkë, kalzojna, adim we share experiences edhe qaq. E shumë nice. A manë me kur ki kajtë herë në fundit në krahët e ti? Kushar pyetje. Well. Qëtjovë. Se? Jëm kun tepër overwhelmed, edhe veç kom pas qa shumë sen në pjod, sa që ma nuk disha ka mu shky, aveden, tash e pekena edhe lokalin, edhe kontentit që e bëj vetë, edhe punoj, edhe tani veç mu bëna tepër shumë sene, edhe kom pas shumë problem me sy, ana, që një muajin e fundit. Me sy? Po, dyqysh java ta njës me menu që ja kom njës me u pshikimin, se shesha shumë ma keq. Oh, wow. Edhe kisha dhimbje shumë sy. Edhe nuk e desha pse e këm, tash të ma kesh një shkur nuk e dim pse e ki, sa... Po, se gjithë shka mundet më ndodhë, kur një mes ki informacion të anë e thu. Crazy. Edhe që shina kohën dhe më thënë të folë që po jo, se sa më pot! A e kuptove problemin? A je okej tash? Po, tash jam me antibiotik, është një infekcion, edhe... Ama nuk është kështu, është i sinozve infekcioni. Nuk ka të bëjnë me sy... Jo, s'ka të bëjnë me sy, se i kom bo analizat e mundshme. Edhe për së gjishëm që kam. E që tash është tu përmirësu, do me thonë, që kjo javë është që ajo përvret përmirësimin. Kanë marrë mësysh? Njerës, mos i marrë mësysh qikës? Se di, bre, si besdoj së të marrë mësysh. Valla, është pak, edhe në klishe, po syni kesh më spof nuk thujnë shket. Edhe se ka shumë jealousy, ka shumë njerës që nuk dujme të pa mirë. Edhe nështë ka envy qatë shumë, sa që nështë edhe për dikujnë atone që ka qef nështë me të pa shumë mirë, ta që një energji të keqës. Ta japë një farë energji pa dhe dije. Kështu që ti je një person që je gjithmonë out there. Edhe ju krejt dojnë me pa mirë. Dikon, se të mos një sukses shumë ditë sotit, bëhe e vështirë. Se unë apet nuk i gjikoj se për një me njerës jenë të hej keq edhe është një ku shumë e vështirë, po që kërkush nuk i ka faj për kujtë. Kështu që uroj që
syt mi pas shumë mirë, edhe inshallah shërohesh shumë Thanks. shpejt, edhe everything's gonna Që u be kon okay. arsyeja që kam shpërthy ashtu se janë ca shumë unë mo content creator mos më mujt me bu video për shkak që ke dritë shumë pengoj ke. Mos më mujt me bu video është këgja vdekje për mua. Atë kalon ndonjëherë fakti që dush më konë shumë e fort para publikut. Po. Ose munor edhe me veç me anis me kajt, e me hek kejt edhe tani mu që me bu një video. Që tut is nothing, s'ka ndodhë. Po më ka ndodhë. Po, jo shpesh, nuk më ndodhë kështu shpesh. Me të drejtë një kalit shumë. Ndodhë në herë kur është në farë video që shkon 1 milion, 2 milion, edhe tani mu 1 milion koment aty. Normal që do të ndikojnë. Po, kështu më përgjithësi, nuk më ndodhë shpesh. Po thëmë, jem veç që më bo okej, jam njëtë, dashur mirë, dashur keq. Jetë s'ka problem. A ka në koment që të kam jetë në kry edhe like, e kujtën edhe sa të koment pa lidhje. Që të nështë atë ka lëndu pak, me thonë. Se njerës tonë jo nuk më lëndojnë, po okej, ato harruan, po një me ka njerë të kush lëndën që atë moment, edhe se thu pse, like, pse dush më shu që atë koment. A mon me në një koment që u kun absurd? Po a din që qa shumë ka komente absurde, sa që kam janis. Tash më fund që kom qitë një video të hinë për kolon me motor, shko një koment, zidje ma të lëdh nuk pas ka po, ka që o preka. Se po zidhe dhe motorin të. Edhe, qaja të qysh, me dhe më shtini me kesh edhe pak kam laj, edhe ile, e kipë një me. Sikur ta dish ti qa për shoferi jom, edhe unë e marrë shumë personale që ta provozim. Se menoj që jem shofer shumë i mirë, edhe më thonë dikush të S'po de ka qaqa si. A ndin presionin e të qenerit gjithmonë e ndritshme, bukur, mu duk bukur, a den a ki që të presion? Nuk e kom pas heq, që ta shkon vetë fundit pak po. Për nësha që po shkan të rritë shumë platforma, edhe ku dhe që po shkan njerëz, edhe nëse nuk folin të këshyrin shumë. Po. Edhe ose e prekin një tjetërin, këshyre, ose najsen. Po, edhe një qatë energji dy që është cilët. Kështu veç ato shqitorit që i kam ofër, e kam privilegjin me më pa kërgjatin. Ato që i ka të mnjojnë, bojnë ajgare me mua, veten edhe është shumë chill, se për ndryshe, së po del bashkë. Ama, kështu, sikur ti që ma the për këndimin, you are very pretty. Je shumë e bukur. Menoj që edhe pa make-up, edhe me make-up, edhe krejt, po që kjo idea më kun perfect, edhe unë edhe tash, kërë kujtoj veten, si teenager, ose kërë kom njësë marrë muzikë, komentet e njerëz. Edhe tash më vjen me përqa veten, me thënë, sa gjëna, edhe që është ka ndiku, po të zdin ma mirë, edhe normal që sa din vepran, nihesh, e tash kërë e menoj, edhe në thëmë, sa sad. Ana, edhe një pyetje e kam, që për shembull kam qef shumë jo bujë në njerëzve që i njohin njerëz. Qysh nihesh kur dal në publik, edhe ose të vjen dikush me të folës diçka, e din që këtë syt janë të ti, si të hesh te krejt syt janë të ti, edhe atë kop angë, unë shumë e kam pas problem. Mu do këtë që kërkus po me dalë mu. Ka njerë më ndodhë që, se tash mos duket që ku me di qka, po jo, si do që t'jetë një alpë me dalë që ka shumë njerëz. Po, është një farë presioni që ti dënë veç mu zhduk, dyqysh, në qatë moment, po unë shpesh i qatë syzat, edhe mrena më kun, i qatë edhe më ndihmojnë shumë. Because, kur i qatë syzat e shoh everything që të ndodhë, edhe në tani veç nuk panikoj, edhe në edhe veç heci. Ka njerëz dhe mi nuk i shoh, edhe kur jenë të më kalu offer, se mununa që ato me pas qatë fokusin tem që mos me mështi mu një like, një farë mbëroje. Po, ose ka njerë ndodhë që nuk shkoj asë dhe në WC, me një ven ku jam, se qatë pritoj me bu qatë tjesme dhe qatë jetë dën, se këto dhe mos më konë kërkushi, njerëz e kanë qatë vla senzurin për më këty me këqyrë, kushu ka hen, kushu ka del, e kena në gjak po më duket, po s'kam që ka me buhet. A ke mri me neutralizu dhe vesh me konë Mëso është dikur, a vëden se diqysh ka njëherë që ti njerëz më një keq që pëdo kësh mirë, edhe ju mësu me thonë... E mirë sa e mirë që kjo. A din diqysh shtin më një keq që ki vesh një parapantollat në ngushta, ose i ka do kësh mirë, lop, se mësë më do kë mirë, edhe ketë është okej. Edhe kom thonë, ka njëherë kër i shoh do video, thëmë sa mirë, më do kë më kujtojë që jem një në siklet. Tashti, ja kom njësë më mësu edhe në like, kush jeti, më shti më një më qashtë, a vëden, so veç
du ju bre, het shko dhe vëci. Mos me na, atin, po bjem po gjithmonë ka më konë që atë. Shumë jena mrena kokës, inside our heads, edin. Po nuk ka më hekur, në fakt. Po që vish mësosh me që atësen. Mësosh, adaptohesh, edhe tani nuk ki qa me bobre, nuk njerës jenë që ashtu edhe ti veç do mirë të pakten. Ja kom nis, po, stash ja kom nis, po kthejna pa ja bëj me dorë, kur përshë që po folin për unë, pa ja bëj me dorë. Ja vën kështu, like. Edhe ishte unik confusing. Ama është shumë sani mirë, kur vinë të folin, ki interaction, bëjt foto, nëjsen. Shumë nice, edhe unë i kisha thonë njerëzve, nëse do me më thonë diçka ma mirë thujëm, po mos rritum këshyra, atë se është pak e çuditshme. Edhe të shtin më një pak në siklet. Ma mirë me të thonë dikush, hey, shumë mirë po dukesh, ose shumë keq po dukesh, ose whatever. Asë të këshyri, fort bajatic, atë thuje diçka. Le di çaj të menua dhe na kin rregull. Okej, I kam edhe një 3 pyetje të fundit për sportin. Cila është një dhimbje që të ka formuar më shumë ti në jetë? E kam pak personale. Nuk më me thonë, ama ka kështu plot sene për jetës që kanë shku të më formu, do më kam pëlqy, do të më kam pëlqy hesh, po ka plot sene. Edhe nuk është diçka specifike që unë mëj që të me thonë. Po, ka diçka, po nuk po një jetë, me thonë, veç unë të kuptoj shumë mirë, se njerëz mund me ta keq përdorur, edhe po prapë se prapë je personi që je sot, edhe je strong, edhe pas ke luftu krejt. Po. Që që jena okej. Nice është dhej që të... A je e lumtur për një me, për momentin? Qarë pyetje e mirë. Apo je vetëm e fort? Nuk jam të ndjek lumëturin, mendoj që është pak gabim me ndjek lumëturin e zgjinë, e ki të vetja, e ki në gjithë shka, e ki një copë djeli kër ka dalë, e ki një lule poshtë kër ka dalë. Më thonë lumëturia nuk është diçka që ti të shme... Edhe ma shumë jam të e ndjek, se po jam të thonë qejs, ma shumë jam të e ndjek paqen me vetën, më konë unë në shpirtin është mirë. Edhe mi shiju sanet që i kam, me njerëzve dhe sanet që i kam. Kështu që zdi, nuk si kësha thonë kërkojna ndjek e lumëturin, se është shumë e rrejshme. Ti më nosh e gjenë, nashta doket që e ke ble, si une 5 zojnë akë ble motorin, nashta menon që e ke ble qatë motor edhe te për e lumëtur, ajo lumëturit zgatë 2 ditë, 1 javë, 1 muj, max. Edhe të ka me dalë një motor tjetër ma i mirë se qaj. Po, gjithmonë ka sene, sidomos sene materiale është janë momentale, ade nuk është diçka që... Qa krijojnë një lumëturi që po thu momentale? Po, ndoshta ndjekja e lumëturisë njerëz e keq kuptojnë që është që do me thonë, se kur thonë jeto në the now. Po, në moment. Në momentin. Jetoj, që qaj moment s'ka më këthy kur. Të kalumen, s'mune me ndru, veç du më kun pajtim e ta. Amor fati, by the way, do me thonë, në pajtim me fatin, se më vete ma herët, rrjedh pej gjuhës latine, edhe e ka që ata dashni për fatin tënë. Më kun pajtim ti me fatin që ta ka pru zoti, edhe me pam një kënd vështrim ma pozitiv. Edhe gjithçka që të vjen ty, mos me thonë ku që ka u bo adim, po like, beson që ato. Po që të thash, kjo është normaliteti për qitash, sanet po ndrojnë, kanë me ndru. Po, edhe shumë bukur e the, lumëturia që ndronë që aty me pi një gotë oj, me pa një dilli, adin me pa sanet për rrëtheje, më konë aware, saneve që në të ndodhë, familja jote, sanet vogla bre, nuk janë... Kugona, kër e pata që problem me sy, besëm që i vetë një sen që jom lutës të dëtë, o zët, i shavëm shnoshën sytë. Nuk përdu kur gjotë tjetër. Kur gjës përdu. Dyqysh, e kuptën, kur ki një problem me shnet, e kuptën që nuk i ki ma 100 probleme, vesh një probleme ki. Nashta mund shpipos 100, po kur vjen shneta, vesh një ma ki. Fix. Kështë që kjo është menej qaj mesazhi që ma mirë më lumëturu me sanet që i shesh çdo ditë, i ki çdo ditë, i ka provide, që me thonë zotit i ka ki, edhe se sa me të ndjek, se vallajnë lodhësh, është e lodhshme, bjen depresion, nuk nihesh mirë, s'mundesh me gjithë. Shumë bukur, po më pëlqen në personin që je, edhe je kriju. Thanks, edhe ti më pëlqen shumë, se mu s'm ka ramet njoftë shumë herët, ama shumë më pëlqen mindsetin. Thank you. Nëse kjo kish me konë intervista jote e fundit. Oh my god! Çka kështë dosh me mirë si mesazh për familjen tonë? Ku që ambone? Familjen tonë hin edhe, of course, burrët. Partneri po. Kështu që, larg koft, unë s'po thëmë,
Jo diçka, s'po thëmë me ndodhë diçka tragjike ti mos më jap intervista, po le të Okej, asi. Si na fillët. Me çfarë njeri të posë punë? Që për shkak vendos sot më kon intervista jote fundit, s'don më jap po intervista. Okej. Nëse kjo është kundi fundit, çfarë mesazhe kishe pas shef ti më përcjell te familja jote, që me marrë të mena? Unë kisha pas që ata me ditë që unë i du tepër shumë, këm i dosh gjithë, edhe kur jem edhe kur s'jam. Edhe kisha pas... Edhe kur si përqaf, edhe kur si përqafe, ju më kont ju përqaf. Edhe kisha pas që mu, gjithmonë me më kujtu si një sport që u kone e lumtur, edhe u kone në qef, edhe i ka dosh jetën edhe senet. Edhe jo si një sport që u kone stres. Është stresav për personet mira, jo për gjana kote. Sport, une po të falenderoj shumë, se ka shkukua shumë shpejt, po më një orë jena që të. Po zotin. Po, edhe ishte një ndër intervista shumë që u knoqa, edhe besoj që edhe njerëz e kam pa një sport që nështë se kam pa në herë, nuk e dhja... Qash du të goj se kam pa kur. Edhe vjen shumë mirë që ki sot me mu, e që ki pranu ftesën për një me u knoqa. Falenderoj për ti e shumë që më ke thirë, edhe unë për një me u knoqa shumë, edhe nështë është një ndër intervistat më të mira që e këm bo kështë deri stash që më kanë thirë. Më ka pëlqyer shumë, edhe ka shumë me mesazh, dhe për shkak të më pëlqej më shumë. Qajo është më rëndësi edhe qëllimi i Amërfatit është qaj, edhe shumë falenderoj, edhe po vjen shumë mirë që jeni mirë. Edhe që kjo është më rëndësi për mu, se për një me kam qef njerëz kur vinë qëto të unë më një rahat, nuk kam qef as pak me shtimu një keq, ose në siklet, ose si momente provokative, kështu që turoj suksese, e shala në çdo gjë që e bën, kishën det, e kitona të mirat, edhe familjes tone, edhe këtë gjanave që ty të rrethojnë. Faleminderit e njëjta edhe për ty, edhe për krejt që e në të nakëshyrë. Faleminderit. Unë s'pes gjas ma shumë se veç e të prej, se u përfundu shumë bukur. Ju e dini që Amërfati është për juve edhe është plot dashni.